Në Pallatin e Kongreseve në Tiranë po zhvillohet sot samiti i 4 i diasporës shqiptare, ku po marrin pjesë edhe përfaqësuesit politik shqiptar të Maqedonisë. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në kuadër të fjalimit të mbajtur në këtë samit ka theksuar rëndësinë e diasporës dhe nevojën për forcimin e lidhjeve me qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Gashi e cilësoi diasporën si një pjesë të pandashme të identitetit, duke u shprehur optimist për rikthimin dhe rilidhjen e shqiptarëve që kanë emigruar ndër vite. Në analizën time më del se shpërngulja nga shteti shqiptar kryesisht ka ndodhur pas viteve 90-ta dhe kjo është kryesisht për arsye ekonomike. Në Kosovë ka një kombinim të faktorëve, po prevalon faktori politik, ai i shpërnguljes të dhunshme i cili fillon viteve 90-ta me regjimin e Miloševićit. Ndërsa tek shqiptarët e Maqedonisë është gjithashtu një kombinim i faktorëve edhe ekonomik, edhe politik, edhe institucional. Në këtë samit mori pjesë edhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i cili e cilësoi këtë ngjarje si urë bashkimi për shqiptarët kudo që ndodhen, duke forcuar bashkëpunimin, shkëmbimin e përbojave dhe angazhimin e përbashkët për zhvillimin e kombit dhe të ardhmën evropiane. Ndërkaq në kuadër të samitit, ai realizoi edhe një takim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Si gjithmonë, kënaqësi e veçantë takimi me kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim Edi Rama, bisede hapur për çështje me interes të përbashkët, me fokus në forcimin e bashkëpunimit ndër shqiptar, ruajtjen e vlerave tona kombëtare dhe avancimin e perspektivës evropiane të rajonit, me përkushtim për unitet, zhvillim dhe të ardhmen tonë të përbashkët. Samiti i diasporës shqiptare që do të mbahet deri më 15 prill organizohet nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë. Sipas organizatorëve, ky samit është një hapësirë dialogu, bashkëpunimi dhe vizioni mes shqiptarëve kudo në botë.